Organizuar nga Galeria Arte Sokica. Kjo ekspozitë është rezultat një procesi të përbashkët, ku secili ka kontributin e tij. Galeria Sokica për vitet e tashme funksionon si një hapësirë dialogu, ku arti nuk është thjesht një objekt, por është një mundësi për të takuar veten, për të komunikuar me veprën dhe për të rikthyer koprat tek vetja në një reflektim personal. Sot kemi kënaqësinë të çelim ekspozitën Ether mes lutjes dhe thelbit të dy artistëve të Firat, zotit Eduard Meço dhe Armen Koliçi, të cilët do kemi kënaqësinë të dëgjojmë pas pak fjalën e tyre për të na futur akoma më të në thellësi dhe në brendësi të konceptit të kësaj ekspozite. Tani kam kënaqësinë që fjalën të zonjës Mirela Petrushi, kryetare së Bashkisë Fier, më pas drejtoreshës së artit dhe kulturës zonjës Adriana Mile, artistit dhe profesorët të nderuar Valerie Hena, artistit të kësaj ekspozite njëkohësisht edhe bashkëkurator me Armen Koliçin e Eduard Meçën, dhe në fund, por jo për partësia, për ta përmbyllur artistit zotit Armen Koliçi. Të nderuar ardashës, figura të shquara të qytetit të Fierit, të nderuar artist fierak, si dhe artist të ardhur nga vende të ndryshme. Sot, për fjala e këtij takimi, e këtij arti, janë piktori Armen Koliçi, si dhe skulptori Eduard Meço, së bashku me veprat e tyre dinjitoze që frymëzojnë secilin prej nesh. Armen Koliçi shquhet si një artist vizual, i përqendruar në grafik dhe kërkimesh bashkëkohore, ku ndërthuret finesa tradicionale me qasjen konceptuale artistike moderne. Ndërsa Eduard Meço zhvillon një praktikë artistike të orientuar drejt skulpturës dhe kërkimit figurativ konceptual, duke kontribuar me pjesëmarrjen e tij në ekspozita të ndryshme në dialogun bashkëkohor të artit pamor shqiptar. Të dy artistët përfaqësojnë një qasje kërkuese dhe reflektuese ndaj artit, duke ndërthurur dhe ndërtuar njëkohësisht identitet të dallueshëm midis njëri tjetrit për të afërtat në përkushtimin ndaj thelbit që shkon përtej tukjes. Shijojeni këtë mbrëmje artistike miq dhe uroj që e bukur e artit të zbukurojë pafund jetën kulturore dhe artistike të qytetit tonë. Ju falenderoj. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në të mbrëmjen të veçantë të Galerisë së Arteve Fier. Është një kënaqësi e veçantë të ndajmë së bashku emocionet e një tjetër suksesi të artistëve fierak, të kurorëzuar përmes kësaj ekspozite fryt i pasionit, talentit dhe përkushtimit të dy artistëve tanë, Armen Koliçi dhe Eduard Meço. E kam thënë edhe në takime të tjera, në ekspozita të tjera, se Bashkia e Fierit përmes Drejtorisë së Artit dhe Kulturës dhe Turizmit mbështet artist mbar shqiptar dhe jo vetëm, me synimin për të diversifikuar ofertën tonë artistike, për të sjellë pranë ardashëve fierak, emra të njohur të artit bashkëkohor dhe për ta shndruar Fierin në një qytet ku arti elitar gjen hapësirën dhe vlerësimin që meriton. Por pa diskutim, artistët fierak mbeten gjithmonë në vëmendjen tonë të veçantë. Ne do vijojmë të mbështesim dhe përkrahim në çdo nismë apo projekt artistik që lartëson emrin e qytetit tonë dhe dëshmon nivelin e lartë të artit fierak. Dhe Armen Koliçi dhe Eduard Meço e kanë dëshmuar këtë në mënyrë të vazhdueshme. Arbeni përmes identitetit të tij artistik dhe brandit tash të njohur grafika shenja shqiptare, duke lënë gjumë të rëndësishme në artin pamor bashkëkohor. Urime nga zemra të dy artistëve tanë për këtë ekspozitë dinjitoze që përfaqëson jo vetëm talentin individual, por edhe energjinë krijuese të artit fierak. Dhe përmes jush dua të përcjell
Mbështetjen pa rezerva të Bashkisë Fier, të kryetarit të Bashkisë, zotit Armando Subashi, për artistët fierar, për të cilën dera jonë e bashkëpunimit do të jetë gjithmonë e hapur. Ju uroj sukses të mëtejshme dhe sa më shumë krijtari. Sot kemi mbledhur për të shijuar një ekspozitë aq të këndshme, aq emocionuese, dhe aq të dashur për të dy autorë, por edhe për ne jemi mbledhur. Janë dy autorë fierar, dy autorë që kanë dalë nga shkolla e mesme artistike, dy autorë me klinikën me një perceptim dhe koncept për artin, si Eduardi Pashu dhe Albert, njëri me gjuhën e grafikës dhe tjetri me gjuhën e formës të skulpturës, dhe të dy na prezantojnë dhe na emocionojnë me formën, me perceptimin dhe me gjuhën që ata flasin. Unë nuk dua të zgjatem shumë sepse vetë pra që do të shohim sot, por këta kanë një kalvar, si thua, një udhëtim të gjatë në rrugën e artit, por një rrugë që rruga shumë e vështirë, por këta e kanë dalë me sukses në individit. Me sukses sepse kanë punuar shumë në mënyrë serioze ndaj veprave të tyre. Kanë punuar me pasion, me dashuri, derisa vin këtu qoftë Eduardi që shoh këto vepra shumë të bukura, vepra që me një motiv të thjeshtë e abstragon, e kthen në një formë pa ashtu të çuditshme që të mbërthen me jo vetëm me materiale ndryshme që i përdor, por me gjitha nga formën e pasë të kulluar që ai na prezanton. Po ashtu dhe Alberi me grafikat e tij, sidomos sot ka një gjuhë të përgjithshme shumë të qartë, që përmbledh të gjithë grafikat që ka, por secila nga ato flet bukur, na sjell një mesazh, na bën të mendojmë nga konvencionin që ka brenda grafikës, me 3-4 mënyra po aq të bukura të lidhura që na kujton herë dhe Picasso në përdorimin e atyre mënyrave të frymës dhe të kuqes. Kështu që duke e parë këtë këndvështrim, ne patjetër të dikemi këtyre kolegëve artistëve të nderuar suksese në rrugën e mëtejshme të artit, në këtë rrugë që kanë nisur, ne patjetër do të shkojmë tjera ekspozita shumë të bukura nga këta dy artistë të talentuar të qytetit tonë, sepse këta janë jo thjesht nga qyteti tonë, por këta na kanë sjellur dhe frymën e motivit tonë muzikale. Po shikojmë si Albeni në grafika indirekt, po ashtu pastaj më të deklaruar nga Albeni në veprat e tij, që është edhe në veprat e hershme, e ka atë frymën me motive muzikale. Dhe atë motiv muzikale ai e kalon dhe shpjellon pastaj në një formë artistike që shumë të bukur, shumë estetike, dhe të dy këta nga ana estetike, për mua janë vepra që punojnë shumë dhe i mësojnë shumë sensin estetik. Dhe këtu qëndron bukuria dhe fuqia e artit. Unë uroj suksese të dyve në këtë rrugë dhe faleminderit për aq ose në dy. Mirë se keni ardhur. Është një kënaqësi e veçantë për mua të jem sot këtu para jush për disa arsye. Së pari rikthehem në këtë ekspozitë në qytetin tim, në qytetin tonë. Së dyti është një aktivitet të cilin ne e shpjegojmë bashkë me kolegun e Polici, një projekt i hershëm i jonë që mund në fund u konkretizuar. Së treti, cikli në të cilin u prezantohet, i cili titullohet Tingull dhe Forma, si shta profesor Pandi, e merr inspirimin kryesisht nga zona jonë, nga mjetet dhe nga vekat muzikore, të cilat mundohen dhe kthehen në volumje skulpturale. Këto vepra kryesisht janë konceptuar dhe janë realizuar gjatë kohës kur unë kam jetuar dhe punuar në qytetin e Firit. Ju faleminderit dhe shikim të mbarë. Të dashur dashës, është një kënaqësi e veçantë për të dy ne jemi sot këtu për të ekspozuar veprat tona në galerinë e qytetit tonë. Edhe mes grupeve të themi, nuk është thjesht një figurë. Është një hapësirë e padushme, mes asaj që mund preket dhe asaj që vetëm mund të ndjehet.
Ky cikël punimesh lindi si një kërkim i brendshëm, një përpjekje për të ofruar së bashkëkoheshmërisë. Në këtë bashkëtesë mes grafikës dhe skulpturës, nuk ka kufi të prerë koncepti çon e shëndetimi kompozicional i skene apo të vëllimi i formës. U spektakli nuk është përgjigje, është pyetje. Një ftesë për të parë përtej sipërfaqes. Figura njerëzore e fragmentuar dhe në lëvizje nuk është identitet i përfunduar, por proces mes reales dhe imagjinatës. Ajo marrë tensionin e qenjes, një kujtesë se gjithmonë jemi në ndërtim, në transformim, në kërkim të vetvetes. Kjo ekspozit nuk jep përgjigje. Ajo ofron ndalesë, një moment të lehtësie, ku shikimi fillon dhe ndoshta aty secili mund të takojë një fragment të vetvetes. Ju falenderojmë sinqerisht për prezencën tuaj që ngre vlerën e këtij takimi dhe bëni pjesë e këtij dialogu të heshtë. Shpreh falënderimet tona për Bashkimin Fier, Drejtorinë e Artit dhe Kulturës Fier dhe Galerinë Vysoki Lica për besimin dhe mbështetjen. Përshëndetje. Kjo është ekspozita ime e tretë në qytetin e Fierit, si një, po themi, qytetar i Fierit dhe si një artist. Është kënaqësi gjithmonë të ekspozosh në qytet. Unë ndaj dhe e preka është rikthim, sepse prej disa vitesh unë jam larguar dhe jetoj në Tiranë. Dhe ndaj dhe është një kënaqësi e veçantë ky rikthim për këtë ekspozitë. Cikli me të cilin unë marr pjesë në këtë ekspozitë tingëllohet Tingulli dhe Forma. Janë motive të cilat e marrin inspirimin nga veglat muzikore dhe nga folklori, edhe kryesisht nga treva e muzikës, të cilat janë munduar dhe janë trajtuar për të kthyer në skulptura parku. Kryesisht materialet që unë kam përdorur, po themi janë materiale që ne i gjejmë edhe në zonë, të cilat japin dhe identitet, siç është kallami, për të ardhur tek elementet, siç tham, folklori, siç është fyelli dhe kështu me radhë. Në këtë rast do të kishit edhe një apel për institucionet vendore ta parë me prioritet këtë hap iniciativë. Është kënaqësi së pari që na mbështetën në hapjen e kësaj ekspozite, por patjetër do të ishte shumë mirë, po flas si skulptor, për shembull, që një pjesë të këtyre skulpturave unë i kam konsideruar për skulptura parku, dhe ato shumë mirë mund të ridimensionohen për hapësira publike, sepse janë konceptuar për mjediset të jashtme. Dhe kjo mund të ishte një apel për të gjetur veten dhe për të dalë vetëm nga ajo klisheja e skulpturës historike dhe të vinte një skulpturë pak më ndryshe dhe një gjë pak më kontemporane. Si ideja e këtij bashkëpunimi dhe është hera e parë që jeni bashkë në këtë ndërthurje grafik skulptur? Ky është një projekt i ershëm për rreth 15 vite më parë, por me Edin ne jemi prej shkollës së mesme. Edhe kemi qenë gjithsesi bashkëlltarë të informimit tonë artistik. Dhe ishte edhe natyrshme që ne ta mendonim një bashkëpunim, siç edhe konkretizua me këtë ekspozitë sot, me ekspozitën e thënë me Zhdukjes dhe Thelbit, ku skulptura e Edit dhe grafika ime besoj se kam bërë një ndërthurje të mirë dhe kam pasur një balans të mirë, duke qenë dy zhanre të ndryshëm. Cilat janë motivet dhe çfarë përcjell? Motivet e grafikës time kanë të bëjnë me atë që quhet mendimi metafizik i artistit, ku mund të sjelli objekte, subjekte të vendosura, të kompozuar aty, ndonjëherë dhe pa sens, por në brendësinë e tij ai e ka të gjithë narrativën. Po të shihni, çdo vepër ka një subjekt, mund të jetë anija, mund të jetë peshorja, mund të jetë hudra me gjitha me radhë. Kanë një
Disa nga maketet tuaja këtu tregojnë që mund të vendosen dhe në ambientet e jashtme të qytetit të Fier, në hyrje, në dalje apo në parqe të ndryshme. A keni bërë ju kërkesë për patur ofertën? Skulpturat që shihen këtu, skulpturat e Edit, janë konceptuar realisht si projekte, si bocete për të vendosur në hapësira publike. Nga ato zakonshme, mund jenë parqet, nga rreth rrotullimet të makinave, që është normale, të themi në ditët e sotme, ku çdo kryqëzim është thyer në një qesh rrotullime dhe nuk duhet ta lëmë atë thjesht me barin sipër, po duhet t'i vendosim një vepër. Dhe skulpturat e Edit do rinin shumë mirë. Por të qasisht i themi tek financimi i bërjes në shkallë të një skulpture që shihet këtu, do thotë që duhet kesh një mbështetje edhe nga ata që e vizitojnë një ekspozitë dhe shohin aty një mundësi për ta vendosur në qytetin e tij. Mund të jetë Fieri, po mund të jetë çfarëdo lloj qyteti në Shqipëri. Do të jepte Fierit identitet? Në rastin e skulpturës do të jepte, pse? Se ai bazohet tek ajo që është lokale. Nëse shihni skulptura të vendosura në mënyrë të themi të sheshtë, ato kanë elementin e kallamit dhe fyllit. Muzejqarët kanë përdorur kallamin për të bërë atë fyllit dhe për të luajtur meloditë e tyre dhe shumë mirë do të ishte për shembull një nga, por edhe skulpturat janë vëllime skulpturore duke u bazuar tek instrumentat muzikore me akorde. Pra edhe ato mund të kthehen në një vepër arti në shkallë.